në fushatën e parafundit ku kam qenë kandidat, tubimin e fundit në vendlinjen time, jem pas drejtu Monsës dhe i këm thonën se kjo me gjas do t'jetë era fundit që jem në garë dhe dal gadal kam menduar mu të rekën nga jeta publike dhe politike në Kosovë. Mirë po duke parë se po rrezikohet shteti i Kosovës nga politikat e papërgjeshme dhe nga ndërhyrja e Serbisë përmes njerëzve të cilët kanë gjetën strehim në ambrellën e Albin Kurtit, natyrisht është e pamundshme për mua dhe të gjithë të tjerët që të qëndrojmë teleshikues në shkatrimin e shtetit të Kosovës, shteti i cili u bë me shumë mund dhe sakrifica. Pamjet që para 2 dite u pa në kuvendin e Kosovës janë më shumë se shqetësuese dhe shqetësimi kryesor është se nga kjo gjuhë asnjë zyrtar i vetëvendosjes apo deputet nuk është distancu bile në mënyrë formale. Dhe kjo dihet pse nuk e kanë bën, sepse i humbin votuesit e sojt të këtij tipi të cilët janë argat Serbisë në Kosovë. Ky thirret, domethënë për fat keq edhe mërgjimtar, edhe ish luftetar, po të dhënat publike tregojnë se ky ka qenë bashkëpunëtor i Serbisë dhe njëri bijas i inkuadruar në UÇK, njëtë si Nazim Blaca dhe qindra të tjerë që besoj si me kalimin e kohës kom ju shky maska. Ky person që përtitke si ajvan në kuvendin, në tempullin e demokracisë, në vendin ku është shpall shteti i Kosovës, është një misionar i djallit dhe i Serbisë dhe ky nuk ishte i vetëm. Para se me dhonë përgjigje këtij, shtrohet një pyetje publike që do përgjigje. Si u fut ky në sallë, cili ishte misioni i tij në sallë, jo veç i këtij, po ai nuk ishte vetën, ishte me një grumbull mbetjesh slave në kuvend, sepse ky tash më po dihet se nuk është gërbeçar, domethënë. Dhe unë po menoj se Albini dhe politika e tij është duke shkatruar shtetin e Kosovës dhe në këtë shkatrim e sipër është duke prekur pikën më të dobët që ka ky vend. Të përshkatohet Ramush Haradinaj. Pika më e dobët është lufta e lavdishme me UÇK-s dhe domethënë luftetarët të cilët bën shumë për qërimin e Kosovës. Dhe ky është e kulmi. Sepse kjo politik ka më shumë se 15 vjet, domethënë që sponsorizohet për Serbisë, domethënë dhe natyrisht proklamohet, përkthehet nga vetvendosja dhe përdoret kashi masës me mendim të kufizuar kritik ose çush i them unë shpesh trushpërlam, sepse tashmë domethënë nuk ka figurë e gjallë e luftës e cila nuk është etiketuar deri edhe te Rifati Jasharri. Dhe jo rastisht gjithë ata që janë pjesë e këtij kori janë domethënë të rreshtuar me Albinin dhe në rrjetet sociale kanë fotografi me Albin Kurtin ose edhe eksponentët e vetvendosjes. Dhe përfundimisht, nëse ka të tillë që deri tash nuk e kanë kuptuar, du ta dinë se Albini është domethënë dorë zgjatur e Serbisë në Kosovë dhe është duke shërbyer politikave globale të cilët janë të interesuar për destabilizimin e Ballkanit dhe Kosovën e kanë si target i këtyre synimeve që kanë dhe natyrisht se tash dihet burimi është në Moskë. Unë menoj se policia e shtetit, për cilën tashmë kam edhe rezerva, dhe organet tjera të ndjekjes nuk duhet ta lirojnë këtë person mas 48 orëve, sepse
ky është recidivist, domethënë i kësaj gjuhë, dhe të dhonat që janë publike tash edhe në internet tregojnë se ky edhe në 2015, domethënë ka protestuar, edhe atëherë kur ka qenë Isa Mustafa kryeministër, po gjuha e tij vandale e ashpër ka qenë kundër Hashim Thaqit dhe Kadri Veselit. Domthon gjithmonë me një shaj të UÇK-s, shaj në kapel e cila është duke u përdorur nga ai dhe shumë arga tjerë të Serbisë, për me mujtën me manipulu, siç thash edhe më herët, domthon njerëzit të cilët nuk janë në gjendje me dallu të bardhën prej të zezës. Nëse ky person, domethënë, është sjell kështu siç është sjellën, dhe të dhona tregojnë se deri edhe te libri i një kryepolici serb i shërbimit sekret, ku ja kishte kushtuar një faqe të tërë, domethënë aktivitetit të tij si bashkëpunëtor i UDBA-s, domethënë policia e shtetit duhet mirë seriozisht, po jo vetëm me këto. Po edhe ata tjerë që ishin në korë, që ky lyp ke 40 vjet, ai tjetri bërtit ke 50 deri te ai 100. Pra, në kuvendin e Kosovës, Pardje kishte burrat shkinave që kishin vënë një plis të bardh, kishte bashkëpunëtor të Serbisë që s'kishin të bëjnë me mërgatën, por cilët kishin hyrë për ta tensionuar gjendjen dhe për ta prunë domthon institucionin e Kosovës në atë shkallë të cilën e do Serbia, Rusia dhe gjithë armiqt e Kosovës. Unë menoj se kjo ngjarje që ka ndodhur do një hetim më të thellë, siç e thash, kush e futi ato në sallë dhe me çfarë misioni, sepse e lexova diku një mik timin Salis Sefën, të cilin ishi burgosur politik, veprimtar i qeshjes kombëtare, diplomat i Kosovës pas shpalljes pavarësisë, pasi unë si deputet e kam pas në Ciri, nuk e kishin lënën mu futën, ndërsa i kanë lënën këto mbetjet slave me me bërtit si gjonjat në kuvend. Dhe aty nuk ishte një, ishin disa. Dhe mendoj se domon ky soi njerëzve duhet me marrën përgjigjen e meritume. Kom frikën se institucionet e kapur tash të policisë, AKI-s edhe të prokurorisë kanë me heshtën përballë ose karshi këtyre simptomeve shumë të rrezikshme që në rast se s'marrin goditje mund me eskalu dhe Kosovën me çu, siç e tha edhe një analist mbrom drejt luftës qytetare, e lufta qytetare mundet me qenë me shumë pasoja në Kosovë dhe unë edhe për nga mosha jem domethënë përjetuesi shumë baticave dhe zbaticave në shoqëri, që nga 89-ta kur jem përjashtuar si armik i vllaznim Bashkimit Jugosllav në moshën 13 vjeçare, pastaj arrestimi pas disa muaj 2 vëllezërve, duke qenë ata në burg edhe i vllajt të tretë i cili në vend publik ka djeg flamurin Jugoslav, dhe te soi i njerëzve të cilët u frigonin me ardhmë me na vizitue, sepse pishe regjimi. E nisa kësaj soi për me e kalue te turbulencat politike që ka ndodhur edhe në Shqipëri, me ndërhyrjen e Serbisë dhe shërbimit sekret serb, dhe në 97-ën unë kam qenë në Shqipëri në kuadër të lëvizjeve që bënim nga perëndimi drejt Shqipërisë për sjelljen e armëve, riorganizimin dhe organizimin e njësive të UÇK-s që ishin duke vepruar brenda në Kosovë. Dhe droj që një situatë e tillë do të vjen në rast se nuk domon vedisomi dhe po krijohet klima e tillë. Dhe nuk mund askush me imagjinu që në këtë vend vetëm 24 orë mu fik dritat, sikur me 17 mars 97-s në Shqipëri, çka ndodhen. Prandaj thash si përjetuesi shumë zhvillime po flet. Sigurisht i shqetësuar, thash unë kum fillu me që jem afër moshës 60 vjeçare, kum fillu dal nga dal me menua që domon mu të rek dhe me alonën domon gjeneratave, po jo mbetjeve slave, jo
atyne që po kundërmojnë në kuvend me dirigjim të Beogradit e që janë të futën në ambrellën e Albin Kurtit. Këta du të meditën se në rast se ka burra dhe gra që kanë vdek për këtë vend, nuk kanë vdek gjithë. Dhe ne jemi këtu, pavarësisht se mund t'i kemi do vite. Ne në fundit jemi konë në gjendje me bo gjithë shka, me dhonë edhe jetën. Unë jem njëri prej atyre që 3 herë kumron në pritat gjatë luftës. Nesër Remzi Ademi, komandant Petriti, e ka për vjetorin. Lavdi. 28 vjetori i rënies heroike. Serbia nuk e ka ditë që Remzi Ademi është duke u kthy nga Kleçka. E shumë pris dhe luftetar të UÇK-s që kanë rënë për prita nga soji i këtij Llugiçit, i cili domethënë është kamufluar si vullnetar i UÇK-s e në fakt domethënë i ka shërbyer Serbisë. Për një pjesë shumë të madhe e dim. Nuk kemi folën sepse kemi menuar se misionin e kemi kryer në qershor të 99-s. Nuk jemi sjell ashtu siç janë sjell shumë vende që kanë dalë për luftës, edhe Baca Adem, domethënë në atë thonjen që është tash edhe virale që e spjegon punën e spionëve çka ka ndodhur në Francë. Nëse ne kemi heshtën, nuk do të thotë që ne kemi harruar. Dhe me kalimin e kohës, veçanërisht 2016-17, ky soi njerëzve dhe pasardhësit e tyre kanë ngrit krye. Nëse ne jo kemi fal, ata me dirigjim prej Serbisë, neve nuk na kanë falën që jo kemi prish, domethënë vllaznim bashkimin dhe bashkëjetesën me serbët. Fatkeqësisht, du me thonë edhe diçka që ndoshta nuk ka shumë etike, po që është e domosdoshme. Rreth 100 vjet Serbia ka qenë kombëkyç në Kosovë. Dhe përkundër që një pjesë e shqiptarëve kanë vujt, jenë internu, jenë vrarë, jenë burgos, jenë shpërngul, e dini, besoj, vitet 50 për Turqi. Një numër i madh i tyre kanë bashkëjetu, kanë jetu dhe dyshoj që një pjesë të këtyne që i kanë bon vend në Prishtinë, edhe Arkonit e kanë edhe ADN-n e ndrrune. Dhe menoj që një pjesë e shokëve, e miqve, e bashkëluftetarëve, e bashkëveprimtarëve, të cilët kanë rënë viktim e propagandës së Albin Kurtit, të sponsorizuar nga Beogradi, duhet dal nga dal të kthjellen, sepse jenë futën në kazonin me mbetjet slave që po kundërmojnë në Kosovë. Këto pëthon me shumë arsye, sepse pas luftës, një pjesë e jona që kishim marrë në luftë 97-98 nga perëndimi, një numër i shokëve tonë kishte mbetë në perëndim. Ishin angazhuar në fondin vendlindja thret, domethënë për mbështetjen e luftës. Pas luftës, domethënë ata nuk mundën mu adaptue në rrethonat që u krijuan në Kosovë, në situatën që ishte në Kosovë. Ishte rroga 150 marka, 180 marka. Ata vesh social mirshin ka 600-800 marka. Dhe domethënë mbetën jashtë. Këtë kategori, një pjesë tyne, s'po thënë gjithë, me shumë mjeshtri Albini e përdori në emën të kauzës për bashkim kombëtar, që ishte synim i lëvizjes tonë, domethënë qysh në kohën e lidhjes Prizrenit gjithë gjeneratave, nga cila edhe nuk kemi hek dorë, pavarësisht se jemi përshtat në rrethonat historike në cilat jemi konën edhe jemi, po bashkimi kombëtar Zemra aty ju flet. Po, bashkimi kombëtar është synim i çdo shqiptari. Unë amanet ja kum lënë edhe 3 fëmijëve, mos me hek dorë, nip e stërnip mas meje, domethënë për realizimin e kësaj. Dhe kjo kategori e njerëzve, domethënë metën mrapa, ju në lura ora 99, siç e kam thonë edhe me një rast. Berish, po Kosova në liri, ka gjoma të shenjë si liri, ka shtet. Nga ajo që po thu që një pjesë e madhe, një pjesë e njerëzve, me atë prejardhje kulturore që kishte të bashkim vllaznimit, siç peçunti me pushtetin Jugosllav. Po çështu është aty. Më veç më fal Lëri, se nuk e përfundova mendimin. Domthonë ata ju në ora 99.
Dhe dol Albini, masi u nda Pekonit, domthon se ishte me Rikallën. Kryetari ishte Rikallë, Nat Rikallë, po. Filloi vetëvendosjen, unë e di edhe si ka lindën, domthon ideja për vetëvendosjen. Albini e ka uzurpu këtë ide, është nga ishtë burgosit politik veprimtar, qysh pas luftës dytë botërore, pjesa dërmuese e cilëve nuk janë tashmë gjallë. Në mesin e tyre është edhe domthon baba i heroinës, domethënë Ladrovci, domethënë baba i Gjevës, s'po them i Selimit e këtyre tjerë se ata gjithë janë, po domethënë një numër i njerëzve që ju nal ora 99 fillun mu rreshtu. Ata pa vedije u bon bashk një pjesë e tyre në perëndim me këta të cilët kishin ikën në qershor 99-s dhe kishin kërkuar azil në perëndim. Të shohë që kënë, po? Si të përndjekur të USHK-s. Për shkak se një pjesë e tyre kanë pas mizën në kapush, si thonë populli, janë kanë bashkëpunëtor të Serbisë. Domethënë faktikisht Albini me shumë mjeshtri vazhdoi këtë politikë të përçamjes, që sot kemi një situatë tepër të papranueshme, ku gërbeçarët dhe ne që jetojmë në Kosovë mu shiqu ne dhe ata. Po fatkeqësia më e madhe, se një grumbull mbetjesh, sikur ky Llugishi që identifikohen, ose ai me plisë të bardhë, ai burri i shkinës, domethënë e kanë uzurpu, domethënë termin diasporë. Diaspora shumë më shumë se kjo grumbull mbetjesh. Unë kom familjar, kom vllazën, shok, miq, domethënë perëndim. Edhe kjo nuk është u bë rastisht dhe aksidentalisht. Prandaj unë po menoj që është një moment që mu kthjellë dhe ne me fillu me menue ndryshe, domethënë edhe për politikën ditore, edhe për të ardhmen e vendit.